148 milion lekë të vjetra investimi për galerinë e qytetit. Një projekt i Bashkisë së Vlorës, i cili do të jetë edhe shtëpia e piktorëve të Vlorës. Punimet për galerinë e qytetit kanë nisur prej pak kohësh, ndërsa afatet e përfundimit janë 4 muaj. Përgjegjësi i galerisë Sajmi Çuçi konfirmon se ka përfunduar tashmë faza e parë e punimeve në pjesën më të madhe të saj, ndërsa do të vijohet më pas edhe me rifiniturat shtesë për t'i dhënë pamjen përfundimtare këtij projekti. Jemi në fazën e dytë të investimit të Galerisë së Arteve. Është bërë faza e parë që janë bërë këto vendosje volumeve kryesore për caktimi i hapësirave. Është një fond prej 14 milion lekë të reja nga Bashkia e Vlorë. Ka mbarur faza e parë, siç e thash, dhe tash po presim fazën finale të rifiniturave, të materialeve dekorative, funksionale, domethënë si themi ndriçuesit, panelet ekspozuese. E kështu me radhë. Kjo është konceptuar për të bërë me 2 kate, për efektin e vetëm që të kemi një sallë permanente për ekspozita të përhershme dhe një të jetë për punët e fondit të ekspozitës, të Galerisë së Arteve. Faza e parë ka mbaruar, domethënë presim këto rifinitura, siç e thash, tash po presim vendosjen e ashensorit, se komunikon me një ashensor që vendosur, domethënë nga kati parë katin e dytë. Domethënë duhet jetë përfunduar, se edhe teknikisht nuk mundet, domethënë, po vendosur këto hapësira, këto pajisje. Është një investim shumë i rëndësishëm pasi do të jetë shtëpia e piktorëve, ku do të funksionojë për ekspozita të veçanta, por edhe pasqyrimin e punimeve të tyre. Kemi shumë punë të fondit që janë të pa ekspozuara, punë në vite që janë, domethënë, ndërkohë që na është dashur që një pjesë të heqin në momente që kemi pas aktivitet dhe pjesën tjetër e kemi mbajtur në magazinim. Kështu që tash do të ekspozuar 2 palët, edhe një ekspozitë që mund të bëhet e një grupi artistësh ose një artisti të vetëm, domethënë, dhe pjesa tjetër do jetë gjithmonë aty. Vlora tashmë me një galeri të re, e cila do të jetë me 2 kate në funksion të pasqyrimit dhe ekspozimit të punimeve të piktorëve vlonjat, një investim i cili pritet që të përfundojë shumë shpejt, ndërsa ka përfunduar faza e parë e punimeve.